أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. Të nderuar vëllezër besimtar, motra muslimane, selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falenderojm Allahun azza wa jalla i cili na mundsoi që të takohemi me njërin prej xhallarëve të njohur të qytetit të Tetovës, Jope Efendiun. Lutem Allahun azza wa jalla që ta shpërblej për mundin e tij, për jetën e tij, për veprimtaritë e tij, apo gjithashtu ta shpërblej për këtë mundësi e cili na e dha që ta intervistojmë edhe ta kemi, po them, në konakun tonë, pse ne jemi në fakt në konakun e tij. Allahu azza wa jalla shpërbleft. Përmes kësaj video do të kemi mundësinë që të marrim disa thesare fillimisht për jetën e tij, pastaj edhe për disa nga veprimtaritë, ku hoxha do të na përgjigjet rreth tyre që të njihen ju sa më shumë me këtë hoxhë. Hoxha Efendi, Allah shpërbleft që ke pranuar me bani bisedë me neve fillimisht. Desha të pyes emri, mbiemri yt, datëlindja jote cila është? Emri im është Ejub. Mbiemri është Selmani. Dhe me këtë emër Selmani njihen edhe ka pas një stërgjish Selmani kemi mbet po me atë emër. Lindja ime është në vitin 1943 në muajin maj. 26 i majt. Domethënë veç i afru 71 vjeç. 71 vjeç. Mund na tregosh për fëmirin tënde, prindrit tu, vëllezër ke pas? Inshallah. Si fëmijë jam rrit jetim. Nana ka pas lënë 3 vjeç e gjysmë. Dhe masaj babën e kom pas hafiz. Dhe baba është martuar për herë të ditë dhe ka me këtë di djem e di vajza. Po jetën e kemi kaluar, elhamdulillah, shumë mirë. Si e ka pas emrin baba yt? Selman e ka pas. Ka qenë hafiz. E ka mbaruar hifzin prej 16 deri në 17 vjet, për 2 vjetë një muaj. E ka mbaruar hifzin. Jeni të Tetovës apo të fshatrave? Të fshatrave, fshatri është me emër Miletin. Më thënë i takon, është një 7-18 kilometra është lartë prej Tetovës. Shkollën fillore, ku e keni kryer? Filluarën 4 vjeçare e kom kryer në vendlindje, kurse atëherë nuk kishte 8 vjeçare. Ka një fshat afër Miletinës, një 2-3 kilometra, e ka emrin Çollopek. 8 vjeçare në kom kryer aty. Mbase shkollën e mesme kam kryer në Prishtinë. Medresën e Prishtinës. Medresën. Po, në medresën. Në çfarë viti e ke kryer medresën? Në vitin 63 e kam mbaruar. E ke mbaruar. Pastaj me shkollim, çka ke vazhduar shkollimin? Shkollimin mbas asaj kohe kam hi imam. Dhe kam pas babën hoxh dhe kam marrë mësimet prej vozhlije prej babës. Dhe si imam i kam ndruar vendet 2 herë. Reqicë e vogël dhe reqicë e madhe. Në reqicën e vogël kam det 18 vjet, te madhja kam det 8 vjet, kështu 20 vjet i kam bu imam. Dhe gjatë asaj kohe, se në fillim në 65-ën kam imam. Vitin 65. Në 68-ën është lirua mësimi fëmijëve. Në përxhamia. Në përxhamia, përpara nuk ka pas. Në 68-ën është lirua, dhe prej atëherë jam marrë me mësimin e fëmijëve, kam pas edhe të xhamia e reqisës vogël edhe të madhja. Dhe fëmijët vetëm kanë pas, dhe më thonë, si detyrë kryesore, ilmul halin edhe leximin e Kuranit. Aty do të kthehemi te fëmijët, inshallah taala. Tash unë kam dëgjuar dhe di për juve se keni qenë edhe në Riyadh të Arabisë Saudite, nëse s'gaboj. Në Riyadh kam qenë vetëm për gjuhën. Për gjuhën. Çfarë viti ke shku? Ka qenë viti 78. 78. Dikun po. Bajagu në mosh ke qenë në atë kohë, kur e ke marrë rrugën e dijes, i martum ke qenë? Kam qenë martum me fëmijë, bile djali i vogël ka lind, po në qatë vite ka në 2 javë ditë. I ke lanë familjen këtu, ke shku në Riyadh. Dhe më thonë, nuk të ka pengu mosha, sa vjeç ke qenë atë kohë? Kam qenë 34 vjeç. Elhamdulillah, edhe prapë kesh. Atje qëndrove 2 vite, pastaj u ktheve prapë për të vazhduar imamllokun. Po, masi përsëri atëherë kam kaluar në reqicën të madhe. Një pauzë të vogël kam det. Jo vetëm se mësimet i kam vazhduar mësimet me fëmijë, po
imami e la imam lëkin, që ishë në atë vend, dhe u detyrova unë se mbasi unë isha aty. Gjatë mësimeve të fëmijëve dhe e mora këtë detyrë, pasi vazhdova 8 vjet aty. Sa fëmijë ke hoxh? 4 fëmijë kam, 2 vajza dhe 2 djem, vajzat janë më të mëdha, djem më të vogël. Po edhe vajzat kanë ra në burra të mira, elhamdulillah. Alhamdulillah. Edhe po ashtu e dim se Allahu xhaleshanu ka dasht me po them më shumë të nderuar me bë edhe hijret. Ke bani hijret për në Turqi nëse s'gaboj. A mund të na tregosh sebepin pse edhe në çfarë kohë ka qenë kjo, sa ke qëndruar atje? Sebepi i hijretit kanë qenë pak disa shtypje, kupton? Shtypjet këtu shumë. Po, të këtushme, edhe atëherë unë u detyrova ta lam bile imam llokin, kalova 1 vjet në Gjermani, familjen e ngrita çova në Turqi, kupton? Në çfarë viti kjo ishte? Kjo ka qenë në vitin 89, 90, se unë kam qëndruar 2 vjet, plotësisht atje, 89, 91 më kthye. Por familjet kanë mbet deri ato kanë 10 vjet. Atje. Ti e kthy pastaj? Unë jam kthye në Shqipëri. Në Shqipëri, po do të dalë edhe aty. Pastaj pas 10 viteve u kthyt prapë në Po, pas 10 viteve u kthyt prapë në Tetov. Edhe vazhdoni të jetoni këtu. Para se të dalte fëmijët, të mësimi i fëmijëve që dallohen me atë, un kam shok që të Shqipërisë, Tiranës në veçanti, që juve ju kanë përmend para se t'ju njeh unë juve. Unë ju kam njoft në vitin 98 në Stamboll, për herë të parë kur jemi taku, Allah shpërbleft për ndihmën që na keni bërë atje. Ata ish talebët e tu tash janë hoxhallarë dhe mbajnë xhamia nëpër Tiranë. Ata tregonin se është një mollajupi, kështu ka ardhur me badavet. A mund na tregosh disa nga kujtimet e tua shkurtimisht kur ke shku, si ke shku, pas ju hap demokracia apo para? Pasi u hap demokracia ka vitin 91, ka fundi vitit, mile vitin e ri të 92-shit atje kam qenë, dhe për herë të parë kur kam shkuar, ka ardhur edhe Emini bashkë me mua. Vandryt. Edhe Emini është hoxha, ha? Edhe Emini hoxha është. Dhe kemi ndet te Hotel Tirana, kupton? Po. Hotel Tirana atëherë ishte ndërtesa më e mirë në Shqipëri. Po ujë nuk edhe vetë janë funksionale. Edhe ujë nuk kishte, ha? Edhe ujë kishte dhe ishte shkatruar me një fjalë. Çaj ndërtesë që ishte më e mira, ajo ndërtesë ishte në krahasim me ndërtesat e vendeve tjera, ishte krejt e thjesht. Zero. E që ati jam takuar, masaj një 20 ditë kemi kalu ati, po për të hangër s'kishim, dhe ushqimet ishim shumë me pakic, sheqer nuk kishte, krip s'kishte, vaj nuk kishte, edhe një kosovar që ishte jetonte në afërsi të Tiranës, në ka prunë një si me thënë, një shishe me qepulka. Këto qepulkat ishin si turshije, sapi, ma ato kemi kaluar disa ditë me ato qepulkat. Dhe mbas një koha, të xhamia, ma tepër të xhamia që është në qendër, e të mbeu, ati gjindesha unë për herë, dhe njerëzit kishin dëshirë për fejen, si me thënë të përmaluar, dhe hinshin të xhamia mbasi ishte hapët, shikojshin dhe ktheheshin prapë, shikojshin, ktheheshin. Dhe në atë qoshin e xhamisë unë që ati fillova me disa njerëz, me disa, ma tepër e kanë gjekë edhe vajzat e graët, kupton, se futeshin në xhami, pa marrë parasysh. Për të ndëgjuar, çfarë po thot hoxha? Në fillim që ati masaj ishte një djalë për Durrësi, ishte Ramazani afër, ai erdhi të kërkoi një hoxh. Dhe u paraqit imamit të xhamisë, ishte një imam me emrin Hasan. Ai tha, shko te ki, hoxha. Ai erdhi te unë, thash, ne këto e kemi atë shehin, domethënë atë hoxhën, si e patem ne. Sabri Koç. Sabri Koç. Përgjegjësin e komunitetit musliman. Përgjegjësi komunitet musliman. Tha unë e sosi punën me Sabri Koçën. Tërsa e ka ndërmend kasarandat, në që tha unë e mbaroj punën me atë, se unë jam gjallë hoxhë, e kishte babën, do thënë, babë ati e kishte pas emnin, i me emën Firdaus,
Firdaus Ayazi. Ayazi. A baba ati ka qenë ferik, vetëm sa i babën e kishtë mri dhe kishtë jetu me babën e vetë, por para se të çlirohet Shqipëria, kishtë dek në 3-4 vjetë për para. Allah më shëroft. Me atë, dhe më thënaj, e ujdi si punën me Hoxhën, me Sabri Koç, dhe unë kalova në Durrës. Në Durrës kemi ndajt një muj ditë të shtëpia ti. Dhe shtëpia ti u bu si qerë dhe mësimi, kupton. Dhe vishin, dilshin, fëmijë, vishin, gra, bura, kështu, me ra. Bile ati, erdhi një gruet gjukatësi, ishte si me thënë, për asaj klasës lartë, ishte gjakovare. E thamë, ka vdek nana 100 vjetë, dhe kisha dëshirë një Jasin t'i këndush. Dhe shonë i vi, dhe u ktheva dhe bashkë me gjithimin. Po ma varën të tha se kam burin ortodoks, a mund vije dhaj, tha unë dimlet të gjitha shoqet e mija, si janë intelektuale, kuptan profesoresh, doktoresha, dhe me të vërtet kish mbledh një numër të 3-40 shoqet të saja, dhe ate kemi bu një Jasin e këndu, mbase unë bajta një ligjerat asaj, dhe burin e kishte si drejtori i klubit sportit. E kështu, në qatë mënirë, më thonë se u bu si qerdhe. Pas një kohë, erdhen qëto që këshin dëgjuhë ligjeratat në xhami, erdhen e gjetën vendin ku qëndrojshë unë, të na vish përsëri në Tiranë. Tash, mbasi të kaluaj Ramazani, kthehem. Dhe u ktheva mbas Ramazani, por nuk kanë qenë edhe punët të lenda, kupton? Sa vite ke qëndruar atje në Shqipëri? 5 vjet, pak tepër, 5 vjet kam qëndruar. Po. Domethënë nuk ka qua asgjë prej dunjas, interesi kësaj bote, lutem Allahun azza wa jall që të fitoni edhe shpërblime për ato vite që keni kaluar me vështirësi. Kjo ka qenë një lloj xhihadi, inshallah taala në rrugt të Allahut. Inshallah. Lartësuam ja Rabb. Jo, unë ato vite i kuj vitet më të lumtur. Alhamdulillah. Ta asaj koha. Alhamdulillah. Se unë kam qenë në Turqi kur jam thirrë dhe se di prej ku jam thirrë, kupton? Vetëm telefonata vish në Shqipëri për dave, tash jam gati. Subhanallah. Mbas 2 javë kaluam në Austri më përpara, pe Austrisë ndajtëm një 2 javë, ai që ishte në Austri ne boni vizat, dhe mbasej prej Vjene kaluam në Domethënë besimtari kur thirret për tek Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më njëri përgjigjet ftesës, pa i interesu se sa do ta kem rrogën, a do të kem rrogën, në çfarë hoteli do të qëndroj, sa do të jenë përfitimet. Nuk më shkon mendja. Alhamdulillah. Hoxha, ndoshta edhe pse ki shumë për të folur rreth kësaj pike, por pasi minutazhi është e caktuar, neve të gjithë e dimë dhe unë jam prej atyre që këshillat e para që i kam marrë prej teje rreth edukimit të nxënësave edhe fëmijëve, domethënë, edhe kam pas një inshallah taala po them një nisëm të xhairit me fëmijët fal Allahut azza wa jall fillimisht, pastaj këshillave tuaja që na keni dhënë. Jeni njohur në këto vende, por në përgjithësi si për shkak të Shqipërisë ose edhe para se me shku në Shqipëri me nxënësa ke pas mësim se ke qenë i suksesshëm me edukimin e nxënësave, të kanë dëgjuar nxënësat, të kanë respektuar dhe vazhdojnë inshallah taala me të respektuar sot e kësaj dite, ku e dim se në këtë shoqat ki akoma nxënësa. A mund na thuash diçka rreth përvojës tënde, domethënë diçka që të kujtohet, sa vite ke kaluar me nxënësat, a ke pas probleme, a ke qenë i kënaqur me ta, a kanë arrit numri përafërsisht sa ka mujt me qenë i tyre? Numri nuk mund kufizohet, se për herë ka qenë numri me për matë janë ndruar numrat, por në Reqis vogël të numri ka qenë si standard 30, 35, në Reqis madhe ka qenë numri mbi 70, kupton. Mbi 70 ka qenë pak fshati më i madh. E këto në zonës që kanë dalë, dikush nuk ka vazhduar, dikush i ka mësuar Kur'anin, por megjithatë respektin e kanë pas, ndaj hoxhës e kanë pas respekt. Sot e kësaj dite, kur takohen, domethënë janë të shprehjnë atë kënaqësinë, e shprehjnë, edhe i mbajnë mend ato kujtimet e vitet e kaluara. E këtu përsa i përket. Pastaj masane edhe me në Shqipëri, edhe me fëmijë ke pas, edhe me të rritur normal, pastaj edhe kur e kthy këtu. Në Shqipëri kam pas me fëmijë të ndryshme.
fëmijët të vogël, po më tepër me student kam pas. Me student. Studentët kanë qenë prej moshave të ndryshme, domethënë, student ka pas edhe pe djemve edhe pe vajzave. Dhe student që kanë qenë pe djemve, disa prej atyre kanë vazhduar për jashtë, si me thanë. A moni me kujtu ndonjë emër për tyre? Prej tyre ka disa prej tyre. Ahmet Kalaja nuk ka marrë mësim, kanë gjuhë, po ka qenë më i vonshëm. E disa prej atyre që kanë qenë, si i kanë ndruar edhe emrat, kupton, në kohën kur kanë qenë fëmijët e matri. Po, matri, më rëpë emrat kretë. Në komunizëm jau kanë gjithë prindrit e tyre, pastaj kanë ndru me më të mirë. Njëni ka qenë të një xhami imam, nuk e di është hala ajo, që s'më kujtohet emri, kupton. Nuk më kujtohet emri, kupton. Nuk më kujtohet emri. Nuk është për. Pastaj, kur u ktheve këtu në të to, prapë vazhdove me fëmijët edhe sot, mendoj e kësaj dite je duke prapë kam vazhduar edhe këtu, kam pas punë me studentët, bile studentët e fakultetit UT-s që është, ka pas student prej Kosovë, ka pas prej Dibre, ka pas edhe prej Shqipërisë. Që vinë këtu në universitet. Edhe ato, si me thënë, kanë pas marrë edhe mësim, po njëkohësisht ma tepër kanë marrë edhe këshilla. Këshilla, po. Cilat kanë qenë përkushtimi më i madh me qoftë me fëmijë apo me student në përgjithësi, çfarë lande kanë mësuar më shumë edhe çka e ke bërë tërkiz ose përkushtim më shumë cilat mësime, domethënë në Kur'an, në gjuhë arabe apo më tepër në Kur'an edhe në sjellje, në akhlak. Në mirësjellje me tjerët, etik. Edhe gjithmonë domethënë kam tentuar që të jenë në zonës të fitness, kupton. Në zonës që jenë të arrujnë bashkimin, kupton. Të arrujnë bashkimin edhe çato në zonës që kanë kaluar dhe që kanë marrë ato këshillat, sot e kësaj dite e vazhdojnë çato parime që kanë dëgjuar, kupton. A ka pas në zonës të cilët janë larguar, pa ato kur janë larguar me qera qëllime. Edhe për interesat vetë caktuara. Dhe kanë vazhduar në rrugtimin e tyre. Edhe sot e kësaj dite vazhdojnë me nxënësa, me studentë. Vazhdoj përsëri me nxënës, po nuk ka një numër për vetëm se çato që vinë mundohen ka pi fëmijëve, bile kam një është e ka emrin Osman, Haxhi Osmani. Ai me dy nipat ka ardhur, tani vjen me atë nipin e vogël, edhe vazhdimisht e vazhdon. Edhe me atë nipin e vogël i kemi punët shumë të mrekullueshme, lloj-lloj mendimesh ka si fëmijë i vogël ka mendime të ndryshme. Allah, inshallah ban hojë. Hoxhë Efendi, duke pas parasysh se je 71 vjeçar parafërsisht edhe të shti mjekra në Islam, inshallah taala, dhe e fiton shpërblimin e pejgamberit që ka cek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra shpërblimin e Allahut, që padyshim se ka një veçanti edhe vlerë të veçantë njerëzit që thihen në Islam është qëllimi, domethënë që përkundër atyre trive që janë euforike sot për nesër, se Islami nuk është sot për nesër, por është jetë e gjatë. Çka kishte më këshillu fillimisht hoxhallart, pasi përvoja e band veten edhe kanë thonë një kërkum sa një knum. Domethënë një njëri që ka përvojë tjetës, edhe nëse nuk ka as pak dituri, përvoja bën veten, aq më tepër kur bashkohet edhe dia dhe përvoja. Si kishte më këshillu hoxhallart që domethënë të janë të qëndrueshëm në rrugën e davetit edhe të dinit edhe mos më udhëzu duke pas parasysh se ke kalu në sprova të ndryshme, qoftë duke ikë jashtë shtetit, pasaj Shqipëri, kthimi këtu, imam, i ke provu gjitha pak a shumë. Një këshill domethënë për hoxhallarët, çka ta merr mendja ty? Këshilli për hoxhallarët, nëse kthehen të mendojnë pak gjanë dhe gjatë, nëse bëjnë fikër, mas pari të jenë të kushtuar në takvallëk të kenë, kuptoni kjo. Devotshmërinë. Nëse i friksohen Allahut, atëherë punët të rregullohen të gjitha. Nëse nuk i friksohen Allahut, është puna e atij në rrezik, edhe puna e umetit është rrezik. Se gjithmonë popullata, masa e popullit, si i ka të hoxhallarët. Nëse ato bëjnë gabime, edhe ato gabimet i shohin të vogla. Sa është një fjalë Ibn Mesudit, sa kujtohet, se di grupe njerëzish, nëse ato përmirësohen, e gjithë masa përmirësohet. Nëse ato prapësohen, e gjithë populli prapësohet. Ajo është dietarët edhe qeveritarët. Nëse këto janë në bashkëpunim dietarët me qeveritarët, edhe populli bashkohet dhe i këshilloj të gjithë hoxhallarët që të arrujnë bashkimin në trojat tona,
dhe kjo është fitimi i muslimanëve në vendin tonë nëse e ruajnë bashkimin. Nëse bëjnë fitnë për përçarje, atëherë këtu është dobësia jonë dhe dobësia e ummetit, por mbetet në qafë të dietarëve dhe të qeveritarëve. Allah shpërblet. Çfarë mendon edhe këshill tjetër neve të njohim si hoxh që në këtë qytet edhe në rrethin, domethënë, ke qenë për atyre të parëve që i marrë me përhapjen e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, domethënë çështja e mjekrës tënde edhe e përhapjes disa suneteve, a ke pas probleme këtu në vendin tënd karshi disa personave tjerë që kanë mundë dhe mos më pëlqy kjo? Apo s'ke pas? Ka pas, se në fillim kur kam lanë mjekrën, se kam qenë gati se i vetëm, se ka pas o xhollar me mjekra, por mjekrët i kanë bajt pak, jo në atë mënyrën e sunetit, pak më të shkurtë i kanë bajt. Po megjithatë, këtë e kom përballuar pa marrë parasysh ato fjalët që kanë folë, por ma vonë tani është e shtuar numri i mjekrave është e shtuar, njerëz që ka me mjekra, vetëm duhet me qenë të kujdesshëm që mos mshefen pas mjekrës që të bëjnë çrregullime në popullat, kupton? Se suneti që është suneti nuk bën çrregullime, por njerëzit që bëjnë gabime me sunetin krahas në emën sunetit, këto vinë në ato sprova, në ato fitnë. Edhe pyetja para fundit që mos lodhem më shumë. Gjithë e din në këto rrethina dhe unë personalisht edhe mi bindun se Allah Azza wa Jall të ka dhënë një kabull në këto vende edhe kushdo që të njeh spaku një herë që rrin me ty, plus Allahun që kjo të mos jetë për mendimasi, po Allah të shpërblej për këtë punë, të kanë respektuar dhe të nderojnë edhe gjithë kush që kanë qoftë njerë ka fjalë mira dhe respekt për ty. Lusë Allahun që deri në vdekje Allah ta mundsoj që të vazhdosh edhe të bëj kabull Zoti edhe me veprat e tua, cili ka mujt me qenë njëra fshehtësia kryesore që ti mendon që e ke bë karshi Zotit edhe ka dashur Allah Azza wa Jall që më të dhon kabull të njerëzit. Kjo është sa domethënë me na tregun neve nuk është vetëm ndoshta lëvdatat të Allahut dhe meritat janë, por kam qëllimin që përfitojmë neve prej përvojës tënde që inshallah don Allahu Azza wa Jall që më na pranon ky popull siç të ka pranuar ty edhe siç vazhdojnë të respektojnë njerëzit si në rrugë neve pam në xhami, në rrugë çdo kund të përshëndesin. A ke mund me kuptu ndonjë sirr, ndonjë fshehtësi të kësaj? Më tepër kjo vjen nga urtësia, kupton. Urtësia, një, mësimi i fëmijëve, dy, edhe këshillat që kanë marrë, ato që kanë marrë këshilla i din për nder, këshilla që mirë. Edhe kthejnë me të mirë. Këto kthejnë me të mirë. Po më tepër, për dhe kam shpresë, të mësimi i fëmijëve dhe të davja, kjo është shpresa pak më e madhe. Që mendoj që për sebeb tyne inshallah Allah të ka dhënë. Më fal. Amen. Përndryshe si imam me njerëzit tjerë, ajo është rrugë shumë e përkryer, domethënë. Se dije se kush ka qenë imam, ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sahabët. Por njëkohësisht davja vetëm në xhami nuk bëhet, patjetër duhet edhe për jashtë xhamisë. Po, edhe kjo është më rëndësi domethënë se edhe kur nuk ke qenë imam, ke mujt me pas ndikimin edhe efektin tanë në shoqëri me shpërnda khejrin, pra nuk kjo është këshill për hoxhallar që mos mendojnë se daveti veç në xhami është, por ai që don me bë davet edhe mundet jashtë xhamisë. Jashtë xhamisë, njëkohësisht edhe davën e kam përcjell me mësimet barës. Me mësimet edhe davën e kam përcjell, ndosh qoftë këtu, qoftë në Shqipëri. Se mbas mësimit kanë 10 minuta, 5 minuta a folë rreth davës. Po. Edhe fundit fshehtësia të nxënësat, sidomos të trit, të fëmijët, po edhe të studentët, kanë pas edhe vazhdojnë, ke pas sukses edhe të kanë ndëgjuar edhe kanë përfituar prej teje. Cila u kanë pika kryesore që gjithmonë ke menduar se për shkak të kësaj kam sukses me nxënësa, a këshillat e mira, apo mirësjellja, apo shkaku se ke qenë edhe si prind i tyre, cila mund me qenë një prej arsyeve më kryesore, edhe këtë inshallah ta përfitojmë. Kjo më tepër si prindi atyre. Kjo është më tepër, po si prindi atyre. Edhe ato fëmijë që i mëson njeriu nuk duhet kurrë të presë për atine qoftë ndihmë materiale, përfitimet qoftë ndihmë
kështu diçka, domethënë Përfitim dunjas. përfitim dunjas, ja. Domethënë gjithmonë mendimi tjetër shpresa në të ardhmen. Prej Allahut të shëndet. Hoxh tjetër, a ki me shtu në sen Jo, si këshilla e fundit është domethënë të gjithë të njerëzit të cilët punojnë për fenë e Allahut në jetën ta pastrojnë sinqeritet, se Ibn Mesudi për shembull e fol një fjalë, thotë dituria nuk ka sukses nëse nuk futet në praktik. Po edhe praktika nuk ka sukses nëse nuk ka nijet, edhe nijeti nuk ka sukses nëse nuk ka sinqeritet. Këto duhet të shkojnë njëra pas tjetrës. Njëra pas tjetrës. Allah shpërblet. Amin. Edhe po. Kush do që dëgjon prej hoxhëllave, domethënë duhet ta ketë parasysh takvallëkin, edhe mos e ketë parasysh materjen, mos jetë materialist. Se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një fjalë, ka thënë di uç në grupën në tufën e dhënëve nuk mund të bëjnë dëm sa që i bën një hoxh që ka qëllimin të fitojë materialist edhe të ruaj pozitën. Kurse ka këto dy cilësi, kia më i dëmshëm se sa di uç në tufën e dhënëve. Subhanallah. Allah shpërblet të nderuar vëllezër dhe motra. Kjo ishte pak nga përvoja shumë të këtij dietari e këtij hoxhe të nderuar. Allah azza xhala shpërblet fillimisht që pranoi me bani intervistë me ta. Padyshim se neve kemi kolos dhe kemi thesaret pasbuluara që kërkohet të zbulojmë dhe të nderojmë dhe prej përvojave të tyre të përfitojmë. Neve shumë jemi të rinj dhe më thonë që të bëhemi të pavarur prej tyre, edhe mua se sa të më kujtohet vitin 98 ku përmes një telefonate deshte Allahu azza xhel që të vi hoxha në Stamboll dhe të merr dhe të më sistemoj të më rregulloj punët, dhe kështu ishte një prej sebepeve që unë me shku në Medinë dhe me bë provim pranues, edhe kjo hoxh pra nëse dikush ka hise në hoxhallëkun tëm edhe ka gjesht, është edhe kjo hoxh i nderuar, cilin e dua për hir të Allahut azza xhel dhe publikoj këtë para juve. Lutë Allahun azza që ta doj edhe Zoti xheleshanu dhe ta shpërblej për çdo punë që bëj unë, ta shpërblej edhe këta përveç meje dhe njerëzit e tjerë, sepse Zoti ka mjaft. Prandaj neve kemi nevojë të përfitojmë prej këtyre përvojave edhe të mos lëshojmë këto mundësi të arta. Kështu që çdo gjë që u tha në këtë ligjërat shkurt, fillimisht shpresoj të përfitojnë hoxhallarët më të ri se sa hoxha, domethënë gjeneratat e mia apo më të vjetër edhe më të ri se sa unë. Pastaj të përfitojnë edhe xhamati, mbi gjitha domethënë shihet sinqeriteti, serioziteti, thjeshtësia, marrja me popull, interesimi dhe mundi për ta në emër të Allahut pa interesat të dunjas, pastaj edhe sakrifica në emër të Zotit xhaleshanu. Të gjitha këto mund t'i gërshetojmë, domethënë si dobi që më kujtohen për momentin, mbas asaj që ndëgjova për fjalëve të hoxhës. Lutë Allahun azza xhel që na bashkoj në këtë tubim, të na bashkoj bashkë me hoxhën dhe me juve dhe me gjithë ata besimtarë të sinqert në hijen e arshit të tij, a ditë kur s'ka hije tjetër pas saj, po ashtu edhe në shoqërinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në xhenetin Firdaus. Hoxha Allah shpërblet të nderoj, falenderoj. Edhe ju Allah shpërblet. Allah ju rujt. Amen. Gjatë jetës inshallah keni sukses. Amen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.